Të mbrëma dashur teleshikues, jemi këtu në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene në ACTV USA, ku do të kemi të ftuar virtualisht zotin Prend Marleku nga Kosova për të folur për rezultatet e zgjedhjeve të Kosovës. Është hera tretë që Kosova bën zgjedhje për këtë vit. Kësaj here ishin zgjedhjet e parakohshme, ku të cilat sapo janë mbyllur, dhe do të kem Prend Marlekun për të na shpjeguar si ishte atmosfera e zgjedhjeve, si kanë shkuar rezultatet dhe çdo detaj tjetër. Zoti Prend, të përshëndes dhe mirë se erdhe, ose mirë se e pranove këtë ftesë virtuale nga ACTV. Ishte qeta tjetit, shumë faleminderit. Më lejon fillim të falenderoj dhe t'ju njoftoj që populli shqiptar ka prit shumë bukur këtë drejtare informative mes trojave shqiptare, Kosovës dhe gjitha trojave shqiptare me televizion shqiptar-amerikan nderuar si që ju. Dhe para se të përgjigjem, më lejo të lutna një falënderim nga zemra presidentit amerikan, se ishim nethe këto turbulenca tona politike, mos funksionimi i shtetit, mos arritja të formimit të qeverisë dhe institucioneve, ishim nethe, kështu që po në këtë situatë, si çdo herë, shteti i bekuar amerikan qet në mbrellën e sigurisë kombëtare dhe Kosovën tonë dashur dhe të vujtur. Shumë faleminderit gjithë shqiptarëve, ndërkombëtarëve në Amerikë dhe shtetit amerikan. Kjo ishte një lajm shumë i duhshëm për ne, na dhani një siguri se ky popull ka vujt shumë dhe posa i dalur nga lufta, kjo ishte një mrekulli. Faleminderit të gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë kjo gjë bukur që i ndodhi Kosovës. Padyshim një lajm shumë i bukur ky, për faktin që kriza institucionale përfundoi, por dua të pyes pak si ka qenë atmosfera gjatë zgjedhjeve. A ka pasur incidente gjatë procesit të votimit ose gjatë procesit të numërimit? Ky procesi zgjedhor ka kaluar shumë bukur, shumë mirë. Dhe si gjithmonë këtë duhet ta pranojmë se populli i Kosovës ka një vendisim shumë të mirë, sa i përket kësaj çështje, domethënë zgjedhjet kanë qenë në mënyrë shumë korrekte, në mënyrë civilizuar, pa kur një ekses, pa minimum në gjë, por në tanësi janë për çdo lavdat, dalja, domethënë çështje teknike, rregullsi, çdo gjë në rregull, mund të thojmë një standard pothuajse evropian. Por si më thonë, e keqja është që pjesëmarrja është shumë e ulët. Nëse më lejon mu ndërlidh këtu dhe ndoshta edhe si informacion. Po. Pjesëmarrja e qytetarëve është shumë e ulët. Domethënë diku mbi 60% popullatës nuk dalin në zgjedhje dhe atë çka është edhe është opinion dhe mendimi im që janë të pakënaqur me politikën aktuale dhe me politikajt, se s'kemi politikaj nesër, po t'jesh politikan duhet t'jesh me të vërtetë, domethënë të kesh një nivel të arsimimit adekuat. Ne kemi politikaj pa dashur ta fytikën, por nëse kemi situatën kështu si e kemi, dhe në gjitha trojët shqiptare, jo vetëm Kosovë, ne kemi gjysmëgjela politikanë, është një fjalë e urtë popullore në trevat shqiptare. Ta që janë të pjekun e dinë këtë fjalë gjysmëgjela, domethënë edhe nuk kemi profesionalista, mirë po megjithatë, kur e merr një përgjegjësi shtetërore, duhet të kesh përgjegjësi, duhet të krysh detyrën ashtu si duhet ose të shojsh rrugë. Më fal se e bona këtë ndërhyrje kështu. Jo, patjetër për zgjedhjet kaluan shumë bukur, domethënë aspektin teknik, të sigurisë, mirëvajtjes, është për çdo lavdat, domethënë është këtë tip-top. Pra, mos angazhimi ose mos përfshirja e lartë e popullit tregon që populli nuk e pa alternativën nga asnjë krah. Po për sa i përket angazhimit me votë të Mërgatës, si ka qenë te Mërgata? A ka pasur angazhim të mirë krahasuar me herat e tjera? Po shiqo, nëse ata që kanë përcjell mediat, kështu është duk, s'ku është duk, por ishte edhe ashtu që Mërgata ishte shumë mobilizuar, domethënë bashkëdhëtarët ishin shumë të mobilizuar dhe ishte ajo pak nuk është e mirë, kështu që ata gjithë janë shqiptarë, gjithë janë vendas, janë shtetas,
jo mërgjimtar, votun për këte, jo për atë, shqo vota është, nëse vota është e lirë dhe është e shajt, duhet jetë e lirë. Kjo është parimi i parë ABC-ja e demokracisë, që votat jetë e lirë, mendimi njeriu jetë i lirë, kënd ta votoj, atër ne nuk duhet as ta komentojmë atë qeshtë. Jo, erë me gata, votoj Albin, ku ta di unë se unë nuk duhet merrem me emnat përveçëm kështu. Ajo nuk është mirë, po për gata ishte shumë e mobilizuar, s'paku ashtu çka kemi po në media, dhe tani rezultati është ky cili është, nëse se ndoshta të ta bësh pyetjen fillim, mund ta them edhe rezultatin momental ashtu si është. Po, do të të pyesja tani për rezultatet. Po, mund ta komentoj, po. Edhe deri tani, se tani është ndërprerje që të fillon prapë mas vitit të ri, ka numrim ende, po deri me tani rezultati është lëvizjeve vendose 49.7%, BTK janë 21.19%, LDK 13.74%, një befasi shumë e gjithë opinionit, pavarësisht, po kjo mund ta diskutojmë pastaj, AK 5.74%, lista serbe 3.86%, plus i ka 10 vendet rezervuara. Kjo është 10 vende i kanë serbët. Lista serbe se janë disa parti serbe. Lista serbe deri tani më duket kanë 9 ulse. Një e ka marrë një parti më e vogël serbe. Deri tani. Gjithsej vota deri tani ka 3.86%, %, dhe nisma 1.7%, kështu ku ta di unë, domethënë. Dhe Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, dhe për të mujt me kriju një partia fituese, me të mujt me kriju institucione, qeveri e tjera, duhet të ketë 61 deputet, dhe tani për tani lëvizjeve vendosje partisë fituese i mungojnë edhe 5 deputet, domethënë ka gjithsej 56 deputet. Kjo është tani për tani, priten edhe disa vota që të vinë nga diaspora, ku ta di unë edhe disa, mund ta ndrojnë, po jo në të shkollë. Nuk e di këtu, s'jam shumë kompetent, ama domethënë përqindja më e madhe e votave është numëru dhe fituesi dihet qartë, domethënë fituesi i zgjedhur. Pra tendencat janë që qeveria do formohet. Nuk do të kemi të bëjmë prapë me tani nuk kanë arsye, nuk kanë asnjë arsye që mos të formohen institucione, që s'kanë pas asnjëherë arsye, po nëse je ndërgjegjshëm dhe me të vërtetë ke breng çështjen e shtetit dhe je shtet formues institucionalist, atëherë në çdo formë gjon njeriu zgjidhje, mënyra, bashkëpunim, se kemi për shembull shtetet e civilizuara, qytetëruar ku demokracia daton herët, shteti gjerman që jo shumë mirë, ka ndodhur që partitë të cilat kanë me vitet të tëra kanë qenë shumë kundërshtarë dhe kur është momenti shtetit gjojnë me njëherë për 24 orë gjojnë zgjidhje dhe formojnë institucione. Kanë qenë zgjedhje shumë të famshme ndërkombëtarisht këto të Kosovës, për arsye se u bë buj nga kriza e gjatë institucionale dhe ndaj linjë drejta për të pyetur si ka qenë një farë ose a ka patur një farë ndërhyrje ndërkombëtare për këto zgjedhje. Për arsye se kanë qenë në vëmendjen e shumë partnerëve të Kosovës dhe madje ato shtete ose ato grupe të cilat nuk i duan të mirën Kosovës edhe e kanë përdorur me pretekstin që këta nuk po bëjnë dot shtet. Ndaj, duke arritur në këtë pikë, kjo nuk është vetëm në dëm të reputacionit të Kosovës, po ka qenë e dëmshme dhe ka qenë sulmuese për gjithë partnerët e saj. Ndaj pyet si ka qenë ndërhyrja e ndërkombëtarëve, a ka patur ndërhyrje, qoftë një vëzhgim, qoftë një tentativë për të mos u ripërsëritur e njëjta situatë, apo çfarë mund të na thuash, diçka të tillë? Ke drejteti, kjo pyetje ka edhe mua më ka zgjukur rreshtje kështu dhe se ishte ajo bum me negativitet tonë mos funksionimit e institucioneve dhe me të vërtetë kishte edhe përcjella lajme ndërkombëtare siç janë Gjermani dhe shtetet tjera evropiane me ndikim që janë dhe i dhanë publicitet para zgjedhjeve, pastaj kur u dha rezultati, gjitha lajmet, top lajmet kryesore
thuj që ta ishin lajmet të Kosovës se si kush fitoi dhe si shku në zgjedhje. Dhe po kishte disa mediume, unë me përmendimin tim të pandërgjeshme, se tash janë bërë disa edhe dyshimta, i dhanë konotacion që gjoja që Serbia po anon knej, po përsi, kështu ka një. Dhe mirë, po kjo mendoj që ka ndiku shumë vendimi i president Amerikan që po ashtu ka ndiku edhe heqja sanksione nga Bashkimi Evropian që ishin jo të plota heqja, po filloj me një rundin e parë të heqja sanksione, kjo që kështu që kjo favorizoi, do të thonë, partinë që ishte në pushtet, edhe kjo e favorizoi përmendimin tim pak, por sidoqoftë ishte top lajm në zgjedhjen në Kosovë ishin me interesim të madh përcjellën nga qartjet ndërkombëtare kështu. Çfarë mund na thoni për fitoren e subjekteve të ndryshme, po duke e ndarë Kosovën në zonat përkatëse. Pash për shembull sepse e kam edhe hartën para këtu nga derisa janë numëruar votat deri më tani, flasim deri më tani, shoh Prishtina ka në vend parë vetëvendosjen. Dhe doja pak të ndalesha tek fakti që në Prishtinë partia më e votuar është vetëvendosja me diferencë lartë. Kosova ka një ndryshim nga Shqipëria. Shqipëria zakonisht rezultatin që jep në zgjedhje lokale, pra për shembull nëse Tiranën e merr Partia Socialiste, edhe kur zgjidhen për kryeministër, Tirana voton për kryeministrin e Partisë Socialiste prap. Kosova ka pak më diferencë. Në Kosovë, në Prishtinë mund fitoj partia A, kur janë zgjedhje lokale dhe më pas fiton partia B. Pra është ndryshe. Kjo më jep një stimul pozitiv, se kjo tregon pak demokraci, që populli zgjedh vërtet më të mirën dhe nuk shkon thjesht mbas qasjes politike. Siç ndodh në Shqipëri, kur nëse ti je i majt, ti voton vetëm majtas, pavarësisht se kush është apo kush individ është apo për çfarë kandidon apo si ka bërë. Nëse ti je djathtë, voton vetëm djathtas. Në Kosovë nuk ndodh kjo. Shoh Prishtina zgjedhje lokale del ndryshe, tani e merr vetëvendosja. Shoh Prizrenin është vetëvendosje. Se jam duke parë zonat këtu, nga numërimi deri tanishëm, Suareka është sërish vetëvendosje, dhe çfarë zonash të nxehta mund të na tregoni, pra ku ka qenë gara më e fortë, në cilat pjesë të Kosovës? Saktë kjo që e the, këtu është një fenomen ashtu ta quaj, ku për shembull në zgjedhje lokale, vetëvendosja si parti tani që ka fitu, zgjedhje lokale nuk është ai fenomen, do të thonë është më adopt. Ka për shembull komuna lëvizje kjo LDK-ja dhe Partia Demokratike dhe Aleanca kanë pothuajse bara me partinë lëvizjen vetëvendosje. Ndërsa në aspektin kombëtar, do të thonë në nivel republikan, vetëvendosja ka këtë tjetër qasje, do të thonë kjo është një interesant. Mund tjetë edhe ajo që thatë ju një vendije qytetare, ku njerëz përcaktojnë edhe për individin, pavarësisht partisë, nuk votohet vetëm për partinë, por një individ, një kandidat i cili vjen që është. Kjo për mua është diçka pozitive. Pra, nuk shkon vetëm për logon e partisë, por shkon zgjedh dhe kë person preferon. Nëse ma lejon ku jemi te kjo temë, shumë shkurt, mjerisht vendia nuk është nivel. Për shembull, jo vetëm te ne, por në gjitha trojet shqiptare, po thuj ti që njerëz votojnë për liderin, nuk votojnë për programin, janë të lidhur me votojnë për interesin, për teket, për ku ta diun, kjo duhet me njanohet, ne duhet vendisohemi dhe t'i përqendrohemi për programin, jo për individin. Për ata sy, kemi edhe situatën ku mbi 30 vite në Shqipëri dhe mbi 20 vite në Kosovë, njëjtit njerëz pushtet, kjo është nuk është në rregull kjo punë. Do të thonë mas përmeni emra, i kemi njëjtit kur George Bush shkon nga pushteti, kokat të mëdha, siç është Helmut Kohl që ka bashkuar Gjermaninë dhe shkon një ditë për pushtetit, ne njëjtit njerëz na sillen pushtet, kjo vetë duhet e popullit tonë të zgjohet dhe më vetëm
Për vlerat votohet, për programin, jo për individin, jo për ideologjinë, ku ta diun. Kjo do të ishte 3 tonë të marrin mësim nga kjo, mos na emitojnë ne që kemi bërë këto gabime me vitet tëra. Po, mbasa kanë dyshim se si program zbatohet, se në fund ditës programi është vetëm teorik. Po edhe qëndron edhe pjesa e besueshmërisë e individi. Po, del kandidati pretendent qoftë deputet ose çka do qoftë për kryetar komune ku ta di unë, dhe nuk elaboron vetëm thotë unë do t'ja u baj rrogën tordhën kaq, asnjë nga elektorati nuk e thot lutem zotëri na tregon si do ta mrish këtë rezultat. Si do ta duhet një vedije që ti pak ti sensibilizojmë që ata ta dinë që kanë të bajnë me një votues të vetëdijshëm, me një votues të maksimum, që nesër pret nga kandidati të përgjegjësi për përmtimet që e ka dhënë. Fal. Po, e kuptoj, pra çështje e shpërblimit dhe populizmit thua, jo një strategji ose program i dokumentuar dhe transparent. Sakt. Si është, a ka ndikuar pak pra 3 zgjedhje brenda një viti? Zgjedhjet e para, pastaj zgjedhjet lokale, pastaj prap zgjedhjet të parakohshme. Ka ndikuar kjo në reagimin qytetar? Po. Ka ndiku kjo shumë. Ka ndiku edhe kjo që Kurti për shembull e dha kandidatin Konjusën, Lau Konjusën, duhet jemi direkt, e dha kandidatin tjetër, prap opozita nuk bashkëpunu, nuk ka dhe normal që pastaj të shkon poti, se paraqiten popull opinioni del që ta nuk dashtën ta formojnë institucione, e tjera, megjithatë edhe në kohë fundit kjo presidentja, Vjosa, fitoi një zgjedhje, po ja dedikoi asaj që ishte në takim dhe në koordinim e mur rolin e ministres fundit, ja i takon edhe me kushtetut, presidenca ka kompetenca në politikën e jashtme, dhe fitoi, morëm një njohje. Nga një shtet Bahamas, morëm një njohje, dhe ajo është një ndiku dhe ajo, sigurisht. Pastaj EU-ja i zbuti pak ato sankcionet, i quajmë sankcione ashtu, dhe vullën që ja dha aty, ishte presidenti Shtetit e Bashkuar të Amerikës, cili e qiti në nëmbrellën Mostafërzistani dhe Kosovën në mbrojtjet kombëtare, kështu që gjitha këto kanë ndiku dhe mos përgjegjësia dhe mos koordinimi i dobësimi i opozitës. Pse, pra, një analizë për çfarë ka ndodhur deri më sot, pse mendon se vetëvendosja arriti këtë rezultat pozitiv? Pra, si e arriti? Po, tedi është një perceptim kështu është kriju të popullata, se gjitha këto parti opozitare aktuale, cilat janë dhe liderët e tyre, edhe pse për shembull në këto 2 partit, LDP-ja dhe PTK-ja nuk janë liderë që kanë qenë përpara, mirë po shihet është një mos reformim i partive, është një mos përgjithësi, duhet qasje tjetër, qasje evropiane, pragmatike, që populli me të vërtet shef një seriozitet, që udhëheqësit politik e kanë me të vërtet çështjen e adhëut, çështjen e shtetit, jo të vetën, jo interesat personale ose grupore, edhe populli shef gjitha. Populli është sikur nxënësat. Unë kam punu një kohë gjatë në arsim, nxënësi shef çdo gjë e shef arsimtarin, edhe po ta ketë edhe një pikë ku ta di unë çdo gjë, edhe në orën e parë mësimit arsimtarit vjen provim ose jep provimi dhe këtë jetën e tina gjatë karrierës tina do të jetë ose serioz, e ta marrë orën ashtu si duhet, ose do vjen provim. Ashtu është politikani. Popullata, populli, zgjedhësit e ndëgjojnë me din e ndjejnë, a ka me të vërtet e ka hallin e shtetit apo ka interesat personale dhe janojnë me njëherën përshore ato. Kështu që duhet ndërgjegjësohen, duhet reformohen,
që e thash më parë, mos të humbi kohë ti përsëri fjalë. Bushi ka shku për pushtetin. Në Amerikë është edhe me listë 2 mandatave shkon. Bojnë mrekullikën, pastaj Helmut Kohl ka bashku Gjermanin, pa u vrarë asnjë gjerman. Ka është një mrekulli, edhe shkon nga pushteti, edhe më njëherë kandidati tjetër ja uron fitoren. Tek ne rivalin politik e trajton edhe si janë mik, kështu që po dhojmë shembull shumë të keq rinis, e duhet ndërgjegjësohemi edhe t'i godasim me votë ata të cilë nuk e kanë serioz çështjen e shtetit dhe institucione, duhet t'i godasim me votë, edhe kështu të vinë njerëz me vizion. Kur jemi në sapo përfundimin e zgjedhjeve, madje nuk quhet akoma e përfunduar, janë disa vota për të numëruar, lind pyetja për çfarë duhet presim tani? Se i kemi parë tendencat, e dim që është vendosja, e dim radhitjen, dim atmosferën, pa çfarë duhet presim në vijim, në çfarë duhet pritet në Kosovë të ndodhi. Qoftë në aspektin e brendshëm, qoftë në aspektin e jashtëm. Po nisim njëherë nga aspekti i brendshëm dhe më pas mund të diskutojmë edhe diçka për marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës, që aty ka dhe më tepër në fakt për të diskutuar, sepse dhe Mërgata dhe shqiptarë nga vende të ndryshme të botës dhe trojet të ndryshme të Shqipërisë sigurisht janë më të interesuar për marrëdhëniet ndërkombëtare. Për shembull, ai që është nga Shqipëria, nga Malësia Madhe, nga Çamëria, nga Ilrida, interesohet më tepër për marrëdhëniet e jashtme të Kosovës. Por e nisim me të brendshme. Çfarë duhet presim qytetarët e Kosovës me këto rezultate zgjedhore, me këtë ndarje parlamentare në këto 4 vite të ardhshme? Për të brendshmi. Faleminderit për pyetjen Tedi. Sipas gjitha gjasa, edhe shpresoj dhe ish dashur mirë, mendimi im, që partia fituese të bashkëpunoj, bajnë koalicion edhe po i pat numrat, nesër, ta di unë, se vinë edhe disa zgjedhje nga diaspora, është mirë që të bajnë një koalicion, mos qeverisë vetëm, është shumë më mirë, dhe jemi më të ndërgjegjshëm, sidomos në raport me ndërkombëtarët, jemi më serioz, se gjeopolitika është shumë e trunditur, është shumë situata gjithandej është shumë komplekse, kështu që duhet jemi edhe më serioz që duhet. Jemi t'i bindim partnerët tonë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne do të bëjmë një shtet shumë serioz, institucione shumë serioze të përgjegjshme, dhe që ata të kenë një partner serioz të bashkëpunimit, se kemi sfida, do të jetë e ardhmja, mujtë ardhë, viti ardhshëm, do të jetë me shumë të panjohura, kështu që duhet jemi në nivel, dhe kemi këtë politikë që e kemi, por besoj që do të ndërgjegjësohen pak, do të vetisohen dhe të jenë më serioz. Për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare, do të pyes pak për marrëdhëniet me Shqipërinë, se kam parë në mandatin e kaluar shumë përpjekje, shumë takime me Greqinë dhe në fund ditës Greqia as nuk e njeh. Ndërkohë, marrëdhëniet me Shqipërinë janë premtuar do ketë përmirësim, sigurisht kjo nuk është temë për të diskutuar vetëm nga krau i Kosovës, edhe për të pyetur nga krau i Shqipërisë, po sot jemi për Kosovën. Dhe shohim që marrëdhëniet me Shqipërinë nuk janë në standardet e premtuara. Ç'mund na thuash çfarë duhet presim në mandatin e ardhshëm, gjithmonë duke marrë parasysh kontekstin e rezultateve që patëm në zgjedhje, për aq vota sa numëruar. Shumë pyetje me vend, shumë pyetje nevojshme e qelluar. Ne kemi tregu një mospërgjegjësi, sparin mes 2 shteteve tona, se ne jemi 2 shtete. Domethënë Shqipëria është shteti i amë joni, ne duhet ta thojmë haptas. Shqipëria është nana e Kosovës, edhe pse jemi shtet, Kosova duhet koordinohet me Shqipërinë, pushtetarët e Shqipërisë duhet jenë më të ndërgjegjshëm, që të bashkëpunojnë, ishte një sjellje jo mirë. Mos përdori fjalë më të duhet jemi shumë ndërgjegjshëm, që kjo reflektohet edhe në popull. Por edhe marrëdhëniet ndërkombëtare është shumë rëndësi dhe udhëheqësit shqiptar aktual dhe ata që do të vinë, dhe shpresoj që shpejt do të freskohet politika shqiptare,
me njerëz madhëtar që e marrin shtetin shumë serioz, që kenë kujdes në marrëdhëniet me Kosovën. Ne s'kemi arrit hala të bëjmë një tregti të thjeshtë në zveti, pastaj ato sjelljet nuk janë serioze. Kështu që Shqipëria mund ta përfaqësoj Kosovën në ato instanca ku Kosova nuk ka ende qasje. Ashtu është shumë e rëndësishme, atë çështje shumë e ndihshme. Ne kemi 5 shtete të Bashkimit Evropian që nuk na njohin dhe përfaqësuesit shqiptar aktual të Shqipërisë tregojnë një afërsi shumë të afërt ashtu me Greqinë ku ta diun në shtete tjera fqinje, ndërsa nuk janë gjendje të bëjnë një lobim që shembull Greqia e tjera të njohin Kosovën sa më shpejt, kur e kanë njohur mbi 120 shtete Kosovën, pse mos ta njohin në shtetet fqinje tona, shtetet evropiane, kështu që deri tani asnjë gjë nuk ka lëviz, nuk kanë dhënë asnjë rezultat. As poku as nuk është vrej që kanë bërë një përpjekje që të koordinohen me këto shtete të cilat nuk na kanë njohur. Kështu që ka çalu politika shqiptare në këtë aspekt, sidomos se ka reflektuar një jo unitet, një jo bashkëpunim me institucionet e Kosovës, çka edhe institucionet dhe politika e Kosovës e ka fajin e vet në këtë aspekt. Dhe kështu që kemi dhënë shembull shumë dobët deri tani dhe të shpresojmë që ky kurs ndryshohet sa më shpejt. Për ta mbyllur, është një temë që qëndron mes pjesës së brendshme dhe të jashtme. Si ka qenë kontributi deri më tani dhe pra vazhdojmë të ndonjë qasje, pra si ka qenë deri më tani dhe çfarë duhet presim nga rezultatet që patëm. I Kosovës për të ndihmuar shqiptarët në trojet shqiptare pranë Kosovës, pra shqiptarët e Preshevës, më konkretisht, po edhe të Malësisë dhe në pjesët që Kosova i ka afër. Se po të flasim për Shqipërinë, sa ka ndihmuar Shqipëria shqiptarët në Çamëri për shembull është 0. Tani unë pyes për Kosovën, për pjesën që e ka ajo përkatëse. Jo që ka ndihmuar, po përkundrazi ka reflektuar një që do më thonë, në opinion, ashtu shifet që marrëdhëniet mes dy shteteve tona, them shqiptare, se shteti në Kosovë është multietnik, ashtu është me de jure multietnik, ta quajmë, por janë shqiptarë mbi 95%, dhe Shqipëria është një shtet kombëtar, dhe është reflektuar në opinion edhe në trojet shqiptare, po edhe jashtë, në opinionin ndërkombëtar, që marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë gjithmonë vllazërore, janë shumë të mira te popullata, mirë po politika ka reflektuar një sjellje shumë të dobët, papërgjithshme, dhe që është reflektuar në jetë më i afër me udhëheqësin serb, Edi Rama, unë më fal, duhet direkt me emër duhet shkoj tani. Kryeministri i Shqipërisë është më i afër edhe ka mundësi ta merr dhe themi ta përqafoj presidentin serb, i cili është një president që janë gjasat, shifen faktet, janë faktet t'i ke në YouTube ku dush t'i gjaj që është një ish kriminal, është një zlodhenc i një kriminal. Shohim dhe pak kënaqësi shumë të lartë nga populli serb në protestat që kemi parë. Edhe tallet me kryeministrat e Kosovës, është tallë në vazhdimsi. Kjo është e patolerueshme. Fal popullit që ka një vllazëri shumë të qelikt, po t'ishte do të reflektonte shumë dobët. Terenia mund të reflektohet edhe më, se ne gjeneratat më të vjetra nuk ka, më fal të shprehna në popullorë që duka gjinë që nuk ka zot që na prish me vllazit. Ne është qelikoz, pastaj është kur ishte gjendja luftë që Shqipëria, populli shqiptar e përqafoi mur gjithë popullin e Kosovës, e qitin votrat tyne, sikur fëmiu që merr nona dhe e ngrohi. Mirë po është e pahishme, është e patolerueshme që një kryeministër i shtetit shqiptar cilët me kryeministrin e Kosovës në atë forma edhe i ka fyer kryeministrat e Kosovës. Kjo nuk duhet ndodhte. Ai person është dashur që të sankcionohet për ato sjellje. Kështu që
Mirë, po tani jemi në fund vitit dhe kemi mos të hymë këto, po është nuk duhet ta stalon pa thonë këta, që tani në populli që nuk kalon ajo. Ajo nuk kalon. Në fakt se jam pak kështu jam i ndihsh këto çështje. Dua pak me shimi drejt mbylljes, por drejt mbylljes për punën e zgjedhjeve. Keni ndonjë gjë që doni të shtoni që ka qenë e rëndësishme në zgjedhjet që janë bërë në Kosovë para se të... E mira ishte që kalun mirë, do më thonë nëllën teknike kalun mirë, rezultati është ky cili është, unë jam total neutral, apartijak, shpresojmë që nëse më pyet direkt, unë kisha pas dëshirë që bëhet një koalicion, cilë do parti, po tjetë një koalicion me dy, s'paku me dy parti, e ma shumë, dhe kështu që uroj që të kemi marrë mësim nga kalumja dhe të jemi ma përgjeshëm, të janë ma të përgjeshëm në shtetë formimin, në mirëvajtjen e shtetit, në formimin e institucioneve, dhe ata edhe pse ka ndalë pak në zgjedhje, edhe kjo pjesa 60% që nuk ka dalë, tani e ka atë kryeministra e legjitim, edhe duhet të respektu institucionet për hir shtetit, që shtetit të funksionojë ashtu si duhet. Në rregull, për atëherë, këtu kemi ardhur drejt fundit. Unë do bëj pak një urim për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Shpresoj e para të kenë kaluar Krishtinje sa më të bukura dhe shpresoj që të kalojnë edhe vitin e ri sa më të bukur. Kosova rastisi që pati zgjedhje midis Krishtinjes edhe vitit të ri, pati angazhim të lartë politik në këtë vit. Shpresoj të gjithë mërgjimtarët shqiptarë në 4 anë të Evropës, pavarësisht trevave që janë apo besimeve që ndajnë politike apo të çdo lloj ideje, sido dhe shqiptarët etnik atje në treva dhe në dy shtetet tona am, të kalojnë një vit të ri sa më të mbar, por sigurisht në aspektin individual do të uroja gëzuar festat. Në aspektin kolektiv nuk mund të them që ka shumë për të festuar, por më tepër ka për të ndërgjegjësuar, për t'i vënë gishtin kokës dhe për të vazhduar për të luftuar më fort, sepse nuk mund të themi që gjërat janë mirë dhe nuk mund të kalojmë kurrë në rehati, për arsye se rehatia do jetë armiku më i madh i yni. Do të jemi vigjilent, do të jemi të gatshëm dhe të punojmë së bashku, të jemi më të bashkuar që të arrijmë gjëra më të mëdha në të ardhmen. Nuk është moment festash, është moment ndërgjegjësimi. Po, tani edhe zoti Prend Marleku ka për të thënë fjalët e tij për gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë Tedi. Kam një mesazh për gjithë popullin, po posaçërisht për të rinj. Atë dheu mbi të gjitha. Po e duam atë dheu, ne e dojmë fëmijën tonë. Ju lutem, kjo nuk është patriotizëm folklorik. Ta duam atë dheun, ashtu si familjen, prindi mirë që e don fëmijën e vet. Kur e duam atë dheun, e kemi dashur fëmijën tonë. A këto janë dy atë lidhme. Rinis, ju lutem mos na kopjoni ne. Kopjoni shtetet e civilizuara evropiane, perëndimore, në gjitha edhe ta ruajmë traditën e pastër shqiptare të bukur, cila na ka deri ditë sot na ka pru. Ne jemi konë praktikisht parosis me pushtime gjata, por tradita shqiptare, besa shqiptare, njerëzia shqiptare na ka pru deri ditë sotve. Ju uroj gjithëve festa. Atyre që festuan dhe tani gjithë që festojnë vitin e ri dhe një vit shëndetshëm dhe suksesshëm për popullin tonë shqiptar, bujtë dhe sërvujtë dhe gjithë njerëzimit kemi paqë. Shpresojmë që paqja është afru Ukrainë, Rusi dhe do të kemi një paqë në gjithë globin dhe të zhvillohemi si popull, si shtete dhe të bashkëjetojmë paqë të gjithë. Faleminderit shumë Tedi. Falenderoj shumë për fjalët e bukura, urimin dhe Amerikë. Po. Më falë se lash për punta. I uroj gjithë bashkëdhetarët, gjithë mërgjimtarët në Amerikë. Zoti i rujtë i bekoft ata dhe Amerikën që gjithmonë i u gjetën pranë popullit shqiptar. Gëzuar gjithëve shëndet e çdo të mirë në familje dhe në bizneset e tyre që i kanë. Falenderoj shumë për fjalët e bukura, për faktin se adresove edhe të rinjt edhe për këshillat që dhet. Falenderoj për lidhjen që patëm sot dhe që ta kemi
sërish bashkë çdo muaj këtë lidhje mediatike mes Amerikës dhe Kosovës, po pse jo ndonjëherë do të flasim edhe për ndonjë tref tjetër, edhe për Shqipërinë, mbas edhe për Iliridën. Tema ka plot, ne do të vazhdojmë lidhjen tonë për të shpërndarë informacionin nga shtetet am tek mërgata shqiptare në Amerikë dhe kudo që ajo ndodhet. Të falenderoj që ishe me mua këtu sot, sërish i them njerëzve thirrjen për vetdije se ai që rri në mes të një shkëmbi dhe ai që ecën në anë të një shkëmbi, mos kujtoni sikur ai që ecën në një anë do të rrëzohet. Përkundrazi, ai që ecën në një anë do rri zgjuar dhe do të rri vigjilent dhe nuk do të bie kurrë, ndërsa ai që rri në mes do ta zëri gjumi dhe armiku do ta hedhë. Ndaj rrini vigjilent, mos hyni në reati, asgjë nuk është mirë, do të vazhduar puna, bashkimi dhe lufta jonë për të pasur një popull të vetëdijshëm i cili nuk nështrohet, nuk shtypet, por çohet dhe mbron të drejtat e tij dhe thos fjalën e tij të lirë. Falenderoj shumë që ishe me mua këtu sot. Jeni gëzuar, urime, dëshiroj shëndet e zot mirë. Gjithashtu. Gjithë mirat, ky ishte emisioni Qendrim nga unë Tedi Mene këtu në Albanian Community TV USA. Faleminderit gjithëve, gëzuar vitin e ri dhe paqen brëmen e mirë. Mirupafshim.